Të nderuar qytetar Gjirokastrit, ngjarja e ditës së djeshme ku prokuroria e rrethit Gjirokastër përmes 16 urdhër arresteve ka shkrirë institucionin e OSHE-s. Është një lajm tepër i rënd, por është një hap i guximshëm që vlen të përgëzohet. Goditja e një grupi hajdutësh me pushtet, patronazhistës, të rilindjes, komisioner të PS-s, njerëz që kanë shantazhuar, gjobitur, vjedhur qytetarët dhe hallexhin. Është hapi i parë i çmontimit të krimit në Gjirokastër. Nëse kjo ngjarje i ka fillesat e saj 2 vjet më parë dhe deri më sot, prokuroria duhet të marrë në hetim ish drejtorin dhe drejtorin aktual të këtij institucioni, të cilët me bekimin e ministrave, deputetëve shpërdoruan fondet e OSHE-s. PD qëndron krah çdo punonjësi të ndeshëm të OSHE-s dhe inkurajon çdo denoncim për çdo institucion ku tentakulat e rilindjes kanë instaluar grupe të tilla hajdutësh që abuzojnë me paratë e taksapaguesve. Zëri im nuk do të ndalet me denoncime deri në 11 maj, me votën tuaj. Tu japim përgjigjen e dur këtyre mashtrusve ordiner që nuk njohin dinjitet dhe meritojnë dënimet më të rënda nga ju. Ju faleminderit.